Ferma VIP vijon të jetë epiqendra e emocioneve dhe surprizave, duke mos njohur asnjë moment qetësie teksa javët kalojnë. Me konkurrentë që paksohen dhe sfida që bëhen gjithnjë e më të forta, loja po kalon në një fazë të re tensioni. 12 fermerë, përveç Soni Malet që mban rolin e kryefermeres, të cilët nuk ja dolën do të realizonin me sukses sfidën gjatë prajmit të së premtes, vijojnë të jenën ethet e nominimit. Më pak të votuarit do të kalojnë në një sfidë vendimtare, ku më pas ata që nuk do të mund të fitojnë do të shkojnë në një tjetër televotim. Vendim ky që i takon publikut i cili ende ka mundësi të votoj deri në nisje të spektaklit. Një nga momentet më të shumë pritura të mbrëmjes pritet të jetë pikërisht çështja e letrës së Indrit për Vanesën. Historia që ka mbajtur publikun pesull prej ditësh pritet të marrë më në fund një përgjigje. Konkurrentët shfaqin gjithnjë më qartë strategjitë e tyre të lojës, duke i dhënë edhe më shumë intensitet garës. Në fermë ka patur edhe momente tensioni, prishje miqësish, fillime të reja, por edhe momente argëtuese. Zhvillimet e fundit që kanë shtuar tensionin në ferma VIP 3, por edhe pika të tjera do të diskutohen sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus, në 2 kanale të dedikuara, si dhe në live stream në YouTube.